Lëreni tetor në ujë arrat para se t'i hani dhe do befasoheni çfarë ndodh trupit tuaj. Frutat e thata janë një dashuri më vete me të cilat nuk gjen kurrë ngopje. Studime të ndryshme kanë treguar se mënyra më e mirë për të marrë 100% vlerat e tyre ushqyese është duke i futur paraprakisht tetor në një enë me ujë të ftohtë. Sipas nutricionistëve, njomja e arrave apo frutave të tjera si bajame dhe lajthit për një periudhë të gjatë kohore aktivizon të gjitha vlerat ushqyese, të cilat në gjendje normale janë të bllokuara. Arrat kanë në përmbajtjen e tyre acide organike omega 3 dhe ynyra të ngopura të cilat ju ndihmojnë të bini nga pesha. Ngrënia e 5 arrave në ditë shmang kapsllëkun, lufton sindromën metabolike, ju ndihmon të tresni më mirë ushqimet dhe ju jep ndjesinë e ngopjes për të paktën 2 deri në 3 orë.